Të dashur shqiptar, të dashur luftëtar të UÇK-s, kam nevojë për mbështetjen tuaj. Dua të kthehem në Shqipëri, në dheun tim. Ju lutem ma mundsoni kthimin tim në Shqipëri, sepse e meritoj si askush tjetër. Një nga arsyet që unë nuk kthehem dot në Shqipëri është betejë ime në internet me turbo-albanët, që ka nisur që në vitin 2004, përpara se sa të lindnin rrjetet sociale, Facebook, YouTube, përpara se sa të lindte Wikipedia. Unë botoj fjalorin e gjuhëve indo-europiane falas në internet dhe janë vërsulur me sulmet më të egra ndaj meje pa e ditur se kush jam. Në vitin 2020 filloj dhe publikoj filmat për fjalorin tim sepse vura re që autorë të ndryshëm shqiptar marrin zbulimet e mia dhe i botojnë në emrin e tyre. Dhe dua t'ju shpjegoj që këto janë zbulimet e mia. Nuk dua asnjë lloj shpërblimi, thjesht njohje dhe të kthehem në Shqipëri me nder, jo me turp. E meritoj të kthehem sikur të isha nën Tereza e Shqipes, për atë që kam bërë për gjuhën shqipe, për atë që ka bërë ushtria çlirimtare për Kosovën. Atë kam bërë unë për Shqipërinë, e kam çliruar nga vargonjtë e ignorancës, së plot, absolute. Përpara se sa ta botoja unë fjalorin e gjuhëve indo-europiane, shqiptarët ishin të bindur dhe 90% e tyre janë akoma të bindur që janë pellazg. Pellazg ishin banorët e Thesalis me kryeqytetin Skotousa, që do thot errësirë nga fjala Skotos e greqishtes. Në rrugë sipër unë zbuloj që të gjitha mbishkrimet e bëra në Iliri, në Kosovë, në Dardani janë ose në latinisht ose në greqisht, kryesisht dialekti dorik, por edhe dialekti aolik. Një nga zbulimet e mia më të mëdha ka qenë që veprat e Homerit, Iliada dhe Odiseja janë vepra etimologjike. Atëhere kur Homerin e zgjumi, sipas profesorëve të Oxfordit, është momenti kur Homeri është më i zgjuar se kur dhe ju shpjegon dëgjuesve origjinën e qyteteve ilire. Është fjalor etimologjik, që nuk kuptohet nga ata që s'din greqisht, do ta lexosh Homerin në origjinal. Dhe atëherë fillon dhe kupton se çfarë thot Homeri. Homeri thot që apeiros vjen nga aperion, a është pjesëza mohuese dhe perion është trajta kallëzore, që sillet si pjesore në gjuhën e Homerit dhe ka kuptimin i pakalueshëm dhe është deti pranë Itakës. Pra, deti quhet apeirion. Këtë ju nuk e dini. Askush se di, sepse të gjithë janë përqendruar tek Iliada. Kjo gjendet tek Odiseja në origjinal. Ky shpjegim është i dialektit dorik. Pjesa moshuese a do të thotë jo në dialektin dorik, të folur në epir. Dhe kjo fjalë nuk kuptohet nga grekët dhe bëhet epeiros, origjina e fjalës epir. Dhe deri në këtë moment që ju po shikoni këtë film, askush në botë, absolutisht, as Majri, as Pederseni dhe as Siokli nuk e din që vepra e Homerit është vepër etimologjike dhe nuk e din që apeiros do thot i pakalueshëm. Det i pakalueshëm për Odisean, që nuk kthehej dot në Itak. Kjo fjalë merret nga poemat e Homerit, kryesisht nga Iliada dhe Odisea më shumë, dhe vendoset për epirin, sepse epiri ose apeiros i pakalueshëm ishte i mbushur me këneta, që janë tharë në kohën e regjimit komunist. Por gjithë epiri sipas Strabonit, Apianit, Polybiusit ka qenë i mbushur me këneta dhe perëndia
e zjarmis që vjen nga pickimi i mushkonjave pranë kënetave, kjo perëndi që shëron zjarmin është Apollo. Dhe ka lindur në qytetin e Apollonis, pranë kënetave. E gjithë Ilira ka qenë mbushur me këneta, e gjithë Shqipëria. Të pakalueshme. Quheshte zonë e pabanuar. Pra, Apeiros është sharje për Epirin, nuk është emër i mirë, do të thotë tokë e pakalueshme, tokë e mbytur në këneta. Dhe sqarohet kjo fjalë për kontinentin e Epirit, e gjithë Europa quhet Apeiros, e pakalueshme. Pra të zot, Europa nuk e ka emrin Europë, por tek Odiseha quhet Apeiros, tokë e pakalueshme, nuk i afroi dot tokës Odisea. Dhe mbeti 20 vjet larg atë dheut. Si e bëron këtë zbulim? Unë jam Odisea, nuk kthehem dot në Shqipëri. Për atë zot. E kam shumë afër, mund të vi brenda një ore në Shqipëri dhe nuk kthehem dot për 30 vjetësh, nga frika turbo albanëve. Të mërshme, të bësh Odisea në shekullin e 21. E turpshme. Dhe unë zbuloj që në gjuhën e Apeiros, jo Epirit, tokë e pakalueshme, fjala njoh është gnosko, në latinisht është nosko, është dhe në gjuhën persiane kshasna sa ti, ai duhet të njoh. Pra, është në 4 gjuhë. Pra, shqipja dhe gjuha e banorëve të Epirit janë gjuhë motra, në fakt, gnosko ka dhënë njoh. Nga e di unë këtë, sepse forma vetvetore gignoskome ka dhënë në shqip njihem. Dhe g-ja bëhet j në fillim të fjalës, para një zanorie, në gjuhën greke dhe në shqip bëhet një. Njihem. A kuptoni apo jo? Çfarë të merri? Kjo formë vetvetore ekziston vetëm në shqip dhe në gjuhën e Epirit, dhe kjo botohet në një fjalor etimologjik të shekullit të 15 që ekzistonte në perëndirinë bizantine dhe për ta shpëtuar atë e përkthejnë në latinisht dy vëllezërit Vlashi. Pastaj Bizanti pushtohet nga Turqia. Të gjithë këtë njohuri që kemi ne e kemi fal dy vëllezërve Vlashi që duhen shpallur ëngjëj shenjtor të gjuhës shqipe. Bashkë me mua dhe Kamardën, por ata të dy janë të parët. Dhe ata kanë thënë që kjo fjalë është thënë e Epir. Pa dashje, vëllezërit Vlashi kanë provuar që ne jemi vendas. Flasim gjuhën apeiriote, e pakalueshme si tokë. Për një sekond shikoni vetë këtë zbulim, sepse jam konsultuar edhe me inteligjencën kompjuterike dhe thot që ke të drejtë. Në fakt, ky ka dalë si botim për herë të parë dhe të fundit në vitin 1915 ose 13. Ta shikojmë. Të dashur shqiptar, ky është fjalori i gjuhëve indo-europiane që unë kam botuar në vitin 2004 falas në serverat e GeoCities në Kaliforni, dhe kjo është rënja 567. Është botuar përpara se sa të lindte Wikipedia, YouTube, Facebooku, Instagrami dhe të gjitha shërbimet e tjera të rrjeteve sociale. Pra, kjo rënjë me prapashtesën sko gjendet vetëm në gjuhën perse, në gjuhën greke, në gjuhën epiriote që quheshte Apeiros në dialektin alban dorik, do thot tokë e pakalueshme, dhe gnosko, njoh, po ashtu nosko, njoh në gjuhën latine. Dhe ç'a ndodh? Vetëm në shqip gjendet forma aktive, dëftore, njoh, dikë, që në shqipen albane dorike ishte gnosko. Pra albanët ishin fis helen.
me kryeqytetin e tyre Albanopolis në Arban sot, pranë Krujës. Dhe forma vetvetore është vetëm në shqip dhe në greqisht. Në shqip është njihem, në greqisht nuk është gjetur, por është e rindërtuar. Pra s'është gjikundi. Gignoskome. Mirë po g-ja në greqisht është bërë j. Dhe kjo duhet të ishte shqiptuar ignoskome. Një lloj si shqipja njihem. Dhe kjo ju ka shpëtuar të gjithë, pra Zot që është në qiell. Pra unë e gjeta këtë, pastaj e pyes inteligjencën kompjuterike se çfarë do të thotë EM. Shkurtim i fjalorit kur është shfaqur për herë të parë. Unë nuk e dija se ç'do thoshte EM dhe ma shpjegon inteligjenca kompjuterike që kjo fjalë ka dalë për herë të parë në vitin 1913 në një fjalor spanjoll. Dhe shkurtim janë inicialet e fjalorit të botuar nga vëllezrit Vlashi në shekullin e 15, Etymologicum Magnum, ose fjalori i madh etimologjik i perandorisë bizantine, që u shpëtua nga vëllezrit Vlashi, që duhet bëhen në fakt shenjtor të gjuhës shqipe. Pra, shqiptarët dhe epiriotët janë vëllezër. Në kuptimin e vërtet fjalës, të njëjtat fjalë siç krijohen në gjuhën epiriote janë krijuar në gjuhën shqipe. Tash ta kuptoni që ky është zbulimi im, do të tregoj që fjala ftoh, po ashtu fjala ngroh, janë një lloj të krijuara si fjala njoh, me prapashtesën sko. Tani do të sjell provën. Këtu është prova. Ky është fjalori etimologjik origjinal dhe në rënjën 1995 thuhet që fjala ftoh vjen nga tep, sipas Joklit, dhe ai nxjerr ftoh dhe ftof nga një rënjë vëtepsko, sipas tij. Po atëherë si e justifikon ai fjalën ngroh? Si e justifikon ai fjalën njoh? Pra, kjo f-ja e shqipes nuk vjen nga p-ja e kësaj rënje, nuk ka lidhje fare. Kjo është rënjë epiriote, e papërsëritshme. Gjendet vetëm në shqip dhe në gjuhën epiriote, kjo sko, që bëhet h në fund të temës së foljes. Dhe unë e kam gjetur këtë në foljen dëgjo në gjuhën e bukur me sape, klaohi, pra kjo h-ja është në shqip, është në gjuhën me sape dhe në asnjë gjuhë tjetër të botës, dhe vjen nga sko e greqishtes. Mesapishtja ishte një gjuhë greke, një dialekt grek, e folur në Mesenja, atje ku janë arvanitasit dhe sot e kësaj dite. Pra ne jemi pasardhësit e albanëve në Albanopolis dhe gjyshit tanë kanë folur një dialekt helen, kjo është e vërteta. Jo greqisht, dialekt të ngjashëm me dialektin dorik. Dhe kryeqyteti i grekërve pontik është Arbanion, nga Albanoi. Edhe principata e parë shqiptare është quajtur Arbanon në Arban. Të njëjta ndryshime fonetike të gjuhës pontike kanë ndodhur në greqisht. Mia është miza në gjuhën greke, është bërë myga në gjuhën pontike, është bërë myza në gjuhën e Cakonias, dhe është bërë miza në gjuhën shqipe dhe ky është zbulimi im, ja s'kujt tjetër. Pra këta janë zbulimet e mia. Jokli nuk e ka ditur që shqiptarët kanë folur një gjuhë të ngjashme me greqishten. Dhe nuk e ka ditur që të gjitha emrat e qyteteve ilire janë greke. Të gjitha. Këto janë zbulimet e mia, por që i kanë hidhëruar shqiptarët shumë. Pra të jemi të ndërgjegjshëm që unë jam më i madh se Jokli, se Majri, se Pederseni. Mendimin e inteligjencës kompjuterike, kam gjetur që të gjitha emrat e qyteteve ilire janë në numrin shumës në gjinore, se kanë qenë koine e bashkësi, dhe kjo ndodh vetëm në greqisht. Absolutisht. Dhe s'ka asnjë lloj diskutimi më. Tekstet e gjetura në monumente, në Shkodër, në Damastion, në Ulpiana, në Kosovë, në Dardani, në Dalmaci, në Kroaci, janë të gjitha në dialektin dorik. Absolutisht. Dhe janë aty emrat e dalmatëve, të ilirëve,
por në greqisht. A kuptoni apo jo? Dalmion është kryeqyteti i dalmatëve. Vjen nga fjala dalma, që është Delia, por në dialektin dorik, të albanëve dorik. Zbulimi im epokal, absolut. Dhe Dalmati që është Dalmatos, në numri 1-jes. Dalmatia vjen nga Dalmatos, i dalmatëve, vendi. Është emër grek, Dalmatia. Vjen nga mbiemri Dalmatos, ai i Deles. Nuk ka diskutim, është e vetë nga gjuhë shqipja dhe greqishtja që i ka këto fjalë. Dalma dhe delme. Delia është fjalë iliro-helene, por gjinoria shumës në shqip është prishur. Është futur gjinoria shumës e greqishtes, është prishur dhe ka rënë, dhe është futur ajo e serbishtes. E diu nga fjala ulk. Fjala ulk në gjuhën serbe është vuk. Dhe Vukova është pikërisht gjinoria e ujqërve në serbisht, dhe kjo ka prishur gjinorën shumës të iliro-helenishtes. Zbulimi im, ja s'kujt tjetër. Të gjitha janë zbulimet e mia. Jokli se kishte idenë që emrat e qyteteve ilire janë greke në gjinorë shumës. As Jokli, as Majri, as Pederseni, absolutisht fare. Dhe unë jam bërë pa dashje për të ndihmuar shqiptarët, unë jam bërë non grata nga shqiptarët. Unë jam njeriu më i dashur për shqiptarët. Unë provoj që jeni autokton. Fjala njoh është një lloj si fjala e periote gnosko. Kopje. Fjala njihem, gignoskome, në greqisht dhe në shqip, në asnjë fjalë tjetër të botës, në asnjë gjuhë. Pra, shqipja është në vazhdimsi të gjuhës e periotet, folur në epir, që quhet aperion, tokë e pakalueshme me këneta që vjen nga aperion, që quhet deti pranë Itakës, deti i pakalueshëm, në poemën e Odiseas, që shqiptarët nuk e duan, nuk e lexojnë, sepse aty nuk flitet për pellazgët. Prandaj, në është shpifur pellazgjia nga sudet që kërkojnë të ngrejnë një firmë piramidale. Shtëpia botuese Dodona është firmë piramidale, ju shet libra juve, që ndërton me fjalë një rokshë të shqipes emrat e personazheve të Iliadës, jo të Odiseas, por të përkthyera keq në shqip, nga gjuha greke dhe jo nga origjinali, dialekti jonik, sepse vetë Iliada është përkthyer në greqisht nga një arvanitas, sepse grekët nuk e kuptojnë Iliadën dhe as Odisean. Janë mbi 5000 fjalë që ata si kuptojnë dhe sot të kësaj dite, nuk e dinë ç'do të thotë. Pra duhet ta përkthejnë në greqisht që ta kuptojnë. Po ne s'kuptojmë dot gjuhën e arbëreshëve, more. A kuptoni, të shekullit të 15, do kuptoni ju gjuhën e ilirëve, që ishte helenisht. A kuptoni apo jo? Që s'merrni vesh fare. As ju, as Jokli, as Majri, as Pederseni nuk e dinin që ilirët flisin helenisht, dhe kjo është zbuluar krejt rastësisht nga unë, duke dashur të ndihmoj shqiptarët dhe i kam ndihmuar. Gjuha shqipe lidhet me gjuhën e periote. Gnosko është njohë në shqip. Gignoskome është njihem në shqip. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Unë jam Odisea modern, dua të kthehem në Itak, në Shqipëri, në Tiranë. Ju lutem më mundsoni kthimin e sigurt tim. Mirupafshim.